Po edhe kjo e ka një histori pse e zgjedha Kanadën. Unë ofrova te Amerika se shumë fshatit tem shkon në Amerikë. Po edhe një pjesë në Kanada, po vajza e madhe i kanë shku dhe shoqet e veta në tha babi, tha në Amerikë. Kur njeni aty ty hi për Kanada, për Amerikë, tha bën me shku ti në Kanada, pse mëre? A kiver, tha fëmi, po. Tha ti koke piktor, shko mërë, tha në Kanada se une këm jetu, tha po në po du me shku në Amerikë, i malit zijaj. Tha është vend social, është vend i kulturës, është vend tha që mund mi shkollu fëmin. Pësa, se nuk e din, tha kur vjen. Kur më ka thonë nuk e din, unë e këm para se mu nis për dyndje që na bënën, niso gata ja moj menda, jo ka qenë konvet bashkume për refugjisë, apo dine. Jo bati gati dokumentat? Jo, ajo pe jep një intervjist në sa ishmi në Kosovë. Okay. Tha, për me dalë prej një krizës, me lëshu venin, sa të rode, shkojshin në Shqipëri, 30 e sa mive, që atë ku e lemrejshin në Shqipëri. Për me ardhë, tha, me lëshu një vend, tha, është e merë kuferin shumë letë. Vesh për me këthy, me repack your luggage, is very hard. Dhe në që me paketu të ashtë ju mardhën e Kanada dhe hajtë dhe pimbledh me valigjet edhe po kthejmë në shpe, është vështirë, edhe ajo mu pak më djegë, edhe kur më thaj. Thash mire ka marrë na po shkojmë, po ku e disa jetë. Po nuk e dim kur do kthejmë. Hajde po shkojmë në Kanada dhe erdhëm Kanada. Po tash po ta tregoj pyetjen tënde, qëllimin se unë jam në Halifax tash. Po te se është pjesë e skenarit. Pjesë e skenarit. Po. Tash kur se gjithë shqiptarët tentojnë të vinë në provinciat e mëdha, Toronto, Montreal, Vancouver. Po. Kur nisëm tash po duhet na me lëshu vendin, unë yllken te paske nderimin e paske taku. Po, vajza madhe. Vajza e dytë. Ajo met në tel aty në këshirë, se u mora vesh me familjen, unë yllka në tjetë. Ajo ka qenë në shkollë të mesme të Prishtinë të muzikës në atë ko. Edhe dhondri pe ke taku, ajo me klanetis, shkollë kanë qenë bashkë, një profesionit, unë me print e tyne na jemi një fshatit, jemi njoftën mirë, edhe unë kisha maj lumë të nisha me metë yllka me ata. A i tha unë mirë në tha me yllkën, edhe u kry puna. Tash e fejova në basën, vajzën e madhe, se na me atë ti ratojmë vajzat se ku me ditë ku shkojmë, që ka në ndodhë. Ajo është, do thënë... Ato e të rejen ku për mi martu e me vejve, 19 vjetë ema, 18 vjetë yllka. Po mirë, tash kër i mi ardhë, po dojna më namë për me ardhë që më tha, ultimatum të dush më nisë më njës, kër i kom të regu në 10 natës bedrijes soqës, edhe nonës, edhe prindve të mi më njës, po nuk gati, na s'kishme që mu bo gati, robe s'kemi pas, po mu bo gati, psikisht, mentalisht, kena me shku në Kanada, vesh ka si ra pika, e vdik, fakt i ra të fikt, shoqës teme, që shme në Kanada. Thash, nëse donë me tu arbri edhe tringa, shkojmë, nëse s'doni, nona e me ato e, nona ka të shkojmë fëmija, sa problem. Jo, be djali jem, tha, kut, na thu shte, na shkojmë së një madhe. Edhe une me vla, me bab, me non, me familje, me haqë. Ti prinjve, do më thonë. Po, kër i mi arë, tash mbrami, ka ardhema, me gjithat pejumin e vetë, edhe i fshatit em. Ka në ardhë, edhe pithojmë, na kena me shku nesën mirë që pas ke ardhë, po përshëndesmi, se na shkojmë për Kanada. Edhe ajo me metë Kosovë aty në Kumanov me familjen e burrit, të fejumit. Jo, tha neve na ka thonë nona e bekimit, ati zondrit tem, ku të shkoj ne, ma printe jeme shkoj edhe ju bashkë. A je vetë sigur, po, hajdine. Po, mos shavjo. Hajli koft. Jo, në mrami ishka jo, 10 ora. Po në mëngjes, kër i me artash për munis, po e stashone si krye familjar, për edhe më në shkoj nona, baba, krejt me rend, vlau, konata, një me haqëshune me fitik. Fëmija mi, ma tash po jetë, ati dojsha mi da si familje që ku shkojmë atje, mos na komplikojnë, aty familja vlau tem, shamu me gruja djali, baba, nona, une një mizha i aqë me mu, une shoqja fëmija mi, ma në tjesi e fejume me burën e vetë, vesh ka thonë një vajzë mu, a gjë tha, mund tha në vend vajzës tonë, tha, une me vlau në tem me shku, tha, mos i pas ka dhe një aeroplan, se në thanë, aeroplani fundit është sot, po edhe një pëlshohet nesër, se numri madhe njëzme. Edhe mu për thot a bon, unë e pa konsultu shoqen, pa konsultu familjen heq, veç e ku më këshyrë thash, nëse më gënjen,
nëse më rrenë, aty nëse Kosovar, nëse më rrenë, thash, kur hajrë mos pafshi. Se unë po du të me lonë vajzën teme, për nesër aeroplani i fundit, ku e di unë luftë, ku a luftës, a vina. A na ku kena me shkune, se di kanadin. Ja, be tha neve na kanë masakru printe, na kanë asë, po, thashini. Edhe kun lonë emën edhe bekimin. Kër i mi shkut nesit për prit me aeroplanin që ka me ardhe ema, aeroplani sështë. Na nuk e kemi ditë ku ka me atëru. Tash, ema në Kingstoni është këtu Po, dim, afër, 2 orë nga këtu. Po, Ontario, në Halifax. Edhe Halifax, pe pysmi, kompjuteri shumë është teknologjia, nuk është shumë në regula. Nuk po mujnë me gjetë ata emën edhe bekimin. Kjo është shumë histori edhe më shumë. Ema tash të mendu, thot, unë e kom përcjell familjen teme në tela. E kom përcjell në tela, e di që kanë ardha e ty u frigusi, a urzu aeroplanit dikun të kujnë shku. Na ty mendu se ema s'ka mujt me ardhë, ni mujt dit na s'kemi mujt kontakt me ardhë me emen, ala në Kanada. Kja. Po në pikturë që ja kom pa hajrin, ty pikturu unë njerëzve aty, njeni më tha, unë tha kome ta gjitha jemi mirë, tha në kompjuter, një kanadez, edhe faktikisht mas një mujt, ajo ardhë na ka lejmëru në meze, tha I have good news for you, çfarë, atë s'dishmi na gjuhën fort. Kryesore, tha, emën e kemi gjetë, që që emës i ratë fikt, e pa të mi up edhe peshen mu maj ke piktura, se zorisht, një mu i ditë mos me ditë, që unë nisë për Kanada dhe të si aty. Edhe kështu filloj gojartë. Momentin që erdhe në Halifax, u rregulloven me dokumenta, me gjithë shka, si ke pas vetë ishte sistemi që ju ka hap dyert, edhe Kanada i hapi dyert gjithë refugjatëve. Ti ishe kompletum si artist, po me gjuhën si a dole. E kështu, ditën e parë që erdha une, na ishme të interesum njëre, hajde ema serdh, qa me bo, një në dhomë që kish me një dhomë na ishme shumë familje. Me një dhomë? Me një dhomë. Familje të ndryshme, sa jo, Halifaxi o koni planifikum veç për emergjenci, o me jetu aty. Edhe tash po më thot njeni, tha, se veç me ban, tha ti piktori, çfarë piktori, tha, bënë një vizatim, edhe thash mire kive gjeta një letër aty më dhanë, e bona një luftën e Skënderbeut, kështu me. Edhe kanë marrë ata përkthyeste, kanë du të front desk, të tavolina aty ku përkthyse, edhe unë se di ku im kohën dikon në për, kur im shkun në bazë, u ktheva aty në fjeti, se na hesmin e për bazë. O, tha, sa njërit kanë lypë, sa kanë des, sa po të lypin me taku typse, tha se pozojnë artist. Edhe mirë, nëse ditën i mora fëmin edhe e bojmë në pistë një të kajt janë me bo atë demonstrim apo? Po, jo, të kajt jeti, shkruje që ka ke përjetua, ti ka e bërë në të shpinë, dhe shane pak mi relaksu fëmira, edhe ata me shkumë sa se kanë ide të atash me fëmija, dhe jo t'ju kallë shpia, jo t'ju ikpi bëshin me armë, aty në nesrit vesh më kanë ardhë me një herë, më kanë ofru ushtëria, me mble ngjyra, me mble material, edhe unë kom fillu artin tem aty, kom pas ekspozit me rjenë në bazë, televizioni ardhë, edhe pa digju absolute, kom ardhë mas një jave festival, kom ardhë pjesë me violini vetë me une. Se erdhe në bazë, tha me pas, tha në orkestër kish bu. Vidhë më në të përkthysit, thoi tash unë e marrë pjesë, a i qysh merë vjerë, tash po një violin edhe një sinja njejtë, tash unë e dalë me violin edhe s'ka problem. O, ata e pysmi në këshillin e festivalit, ata ishin bot tepër happy me pas një refugjat në opinion. Me lujt me violin, po. O, ata shumë të lëmë, ma pronën gardarobën, simfonisë komplet që shika veshën me violin, me instrument, me edhe unë shoqja shumë. Peso, kur ka dale me lejmëru atë historien tash, historien Shqip, që kemi ardhë fil luftës, aty një ka konvenu, se kanë argju, kanë bu argjime me në pruneve ati. Po ata tash, me kryeministri në kom, krejt tjertë në kom, ata ty kajtën e ty qajtë komplet, edhe një 3-4 minuta televizioni kanadez e ka dhonat pamje. Një drejtori i Robert Thompson i Torontos është aktor edhe regjisora i drama. A i shkon të bo një dram për Salt Water Moon, anglisht i quhet, një anije që u mbyll atje në afër Halifaxit, 2 aktorë dhe një violinist, ja pas kanë rujt pak
si që kishtë njerëzit i kanë mojtë, i ka mojtë në humor dhe e shfaqja është lidhe me qëto. Edhe ka dash mu me intervistu, edhe kom bu audicionin, edhe unë e fitova vendin e punës, i pari në Kanada, në vend punës. Mas sa kosh ishte kjo punë që ndodhi? Mas, Sa kohë hala desh? pa u bu muji. Shumë shpejt. Mas 2 javë në veç e kom marrë vendin e punës. Po dash me pritë dhe 2 javë, deri dalmin banesën, me marrë banesën, pastaj me një kurrikun e veç e kom fillu punës. Teatrin një 300 km prej Halifaxit, unë e violinist edhe 2 aktor. Ka 2 shfaqe, ka një u konë veç për shkak se edhe një refugjat o të lujt, jep ke gazeta, televizionit, Po ban news, ban lajm. bo në lajm, kanë ardhë 5 majors të Kanadës, Po. kanë ardhë në shfaqe, edhe i kanë ble pikturat për mesën e ditën, po isha piktura, mbramje shfaqen. Po. E kësha atë për kotegjin aty, fantazit e ujën, krejt qyteti mahet me teatr, Artisti kompletum. as nuk ka fabrika, as ka kurgjë vetëm shqitore. Po për me lidhë të gjua që më pyte, se unë po zanona shumë, pasaj pyte nuk Jo, e arroj, okej, vetëm se e të gjua tash, Po, në- thash unë kemi na shumë. jo ashtë koha e limituar për s'prish punë. Po, faktikisht, ma kanë pruni për këthys mund atje, arabisht. Po më thej. Dhe unë thash, unë se kuptoj gjuhën, atë shka është, e kanë tirë përdrijen në bazë, me vetë shka s'po kupton, ajo dhe shoqë aty me ndu që për teatr, dhe unë kom bo skenografi, po s'kom lutë në teatr. Po. Thash marrë në zdi, haloj, së puna që s'po kuptoj, po ma kam pru, po më do këtë, po më thojnë arabisht dhe shka. Për këthys, po thojnë ta kanë që. Kua për këthysi? Thash për këthys s'ka mëne. Jo, mërda, po thojnë për këthysin e ki aty. Nuk është, a bëni be thash me foli me për këthysin, qka s'po kuptoj une. Unë as pe një kush është taj. Kur ata i kanë thonë, ja, po unë s'pe kuptoj ata, ai për këthysi. I ka thonë, s'pe kuptoj qa po fletaj. As mu s'po më kupton, qfar gjuhë flit një jo, gjuhë jo në Shqipe, ty në arabishte. Ty na të regu neve ata si musliman atje, kur në regjistru religionin, ata neve na i pronë një shatore bonë në gjami, edhe krejt na kanë mendu si na të arabisht. Koncerti jeme ka ndryshu mentalitetin në opinion. Po të regoj shumë sinqerisht është ajo. Edhe faktikisht vishin njerëzit farë, me pa ata, pastaj edhe muzik klasike, me pa muzik të komponuar.